përballur me popullin. Faleminderit. Zoti Berisha, ju e përmendët pak a shumë tashmë në fund të fjalës tuaj, por nëse vërtet Partia Socialiste, majoranca, nuk do të lejoj votimin në kuvend pro kërkesës së SPAK-ut, çfarë do të ndodh? Çfarë precedenti krijohet dhe çfarë do të bëjë opozita përkundrejt kësaj situate? Faleminderit. E kam thënë dhe e them, gjykata kushtetuese me vendimin e vet famëzi i dha atij licencën dhe imunitetin që qeveria të vjedhë sa të mundet. Të njëjtën gjë do ta konfirmoj dhe parlamenti, opozita do bëjë gjithçka. Me të gjithë qytetarët që besojnë se Hajduti do të bëhet përgjegjës para ligjit, pavarësisht nga pozicioni që mban. Dhe ne zotojmë, i garantojmë qytetarët shqiptarë se kjo betejë nuk ndalet me kurrë gjerë në rivendosjen e votës së lirë, të drejtës tyre për të votuar të lirë, pra gjerë me largimin e këtij regjimi që de facto edhe mundësinë e fundit për të luftuar korrupsionin që është drejtësia, po e asgjëson. Zoti Berisha, një pyetje për Partinë Demokratike. Zoti Saliani organizoi një takim në Elbasan dhe sekretari i përgjithshëm zoti Noka deklaroi që takimi u organizua nga Suel Çela dhe Ervin Saliani është i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike. Është qëndrimi i zotit Nokat personal apo është qëndrimi i Partisë Demokratike? Urdhë, edhe një herë. Zoti Noka deklaroi që Saliani është i vetë përjashtuar nga PD-ja. Tani do të them një gjë. Në gjithë karrierën time politike dhe në ditët më të vështira, kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Dhe në qoftë se ndjek këtë betejë, pavarësisht nga çmimi që ka patur, kam bindjen më thellë se ka qenë dhe është veprimi më i drejtë. Vija e kuqe e Sali Berish është ndarse bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çelën, kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetën e tij. Nuk mund të pranoj kur edhe një herë, asnjë formë bashkëpunimi me asnjë nga kartelët e drogës, as me organizatat kriminale. Për sa i përket takimit që thoni ju, kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Përshëndes të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike të Elbasanit, strukturat e saj që e bojkotuan me neveri një takim të tillë. Pra, kjo parti ka linjë absolute të kuqe. Çdo formë bashkëpunimi me organizatat kriminale dhe kartelët e drogës. Kaq.